Do t'ju çoj për drek në një vend ku gatuhet vetëm me saç. Ishte shumë pranë tegut, vetëm 5-6 minuta. Natyra ishte shumë e bukur, tamam për një ditë shplodhjeje. Edhe kafshët për rreth i jepnin tjetër lezet. I thira qenushit, por mu përgjigj gomari. Edhe shërbimi ishte shumë i mirë, ndërsa përgatimin do t'ju them në fund të videos. Menuja ishte shumë e bollshme dhe çmimet shumë të lira. Porositëm 2 gota verë, një broke me dhall për djalin, sallatën mikse, djathin e napës me reçel fiku, byrekun me spinaq të shtëpisë, buk misri me shëllir dhe Pas ka derë të egër, lepur të egër dhe kaproll. Po mu më ka shku menja për një çomlek. Me lepur sigurisht. aq të shishme ishin ushqimet sa që u bëra kurioz të shoh saçin. Isha kurioz me pa atë byrekun saç. Ju e keni bërë? Po, Sa pet ka? kjo ka 6. 6 pet. E çka ka brenda spinaq? Spinaq, djath, ves, erza. Edhe sa minuta do të piqet ajo? Ka dhe rreth 5 minuta, 6. Ky është lepur i egër? Po. Ju e dini që unë ju sugjeroj restorante ku gatuhet mirë dhe ku ushqimet janë bio. Më bio se lepur i egër, them drejtën, nuk besoj se e ka. Këto janë pak turshi. I kana vënë edhe urdhën si simboli lokali. Udhra? Urdha tregon hanë që sysh? mos na hajnë sysh lokali. Po këto turshit që e kanë edhe i gotë rakido do e tani, po mora verë. Mbasi turp është, po unë kamarierit dhe i kërkoj qa bukë. Ja ku e solli dhe bukën kamarieri dhe e provojmë. Gjithë ky lëng, normal. Do të me i qik bukë. Këtu pranë ishin edhe fushat e futbollit dhe përveç ushqimit shijuam edhe një ndeshje pa lek. Kjo ishte edhe eksperienca jonë tek saçi dhe përpara se të paguajmë e të ikim, po ju tregoj edhe ambientin brenda. 7.000 lek ose 70.000 lek paguam gjithsej. Bravo saçi!